Dhe për aktualitetin e ditës padyshim që lidhet me reformën në drejtësi, është bashkuar me mua në studio kolegu Skënder Mingjozi, redaktori Java News.al dhe bashkëpunëtorit Top Channel. Zotë Mingjozi, përshëndetje, mirë se u rikthyet në revistën e mëngjesit tonë Top Channel. Mirë. Do ta nis me një pyetje të parë që tashmë e mësuan të gjithë që drafti ka përfunduar një anshëm, pra vetëm nga ekspertët e mazhorancës për reformën në drejtësi. Sot do t'i dorëzohet edhe Komisionit Parlamentar të posaçëm për këtë reformë. Le të themi ekspertët e Partisë Demokratike Opozitës u larguan që të dielën dhe e prisje ti që do të merrte këtë rrjedhoj, le të themi një anshëm sërish edhe kjo reformë e rëndësishme? Natyrisht që prisja që do të kishte rezistencë, prisja që do të kishte përplasje politike rreth draftit. Ajo që unë prisja në fakt dhe që nuk po e vëre deri tani, ishte që presioni jashtëzakonshëm ndërkombëtar për një projekt I cili ka një dozë të mirë partnershipi, pse jo edhe pronësie të komunitetit ndërkombëtar, të mos krijonte ato efekte që priteshin paktën deri tani tek aktorët politik. Prisja pra që to ecejake të shpeshta të ambasadorëve në selit kryesore të politikës dhe të shtetit të krijonin një frymë disi më konvergjente, disi më bashkëpunuese. Por duhet dim që ky është një proces ku jo vetëm substanca, po edhe taktika ka rolin e saj dhe fare mirë nesër eventualisht ngjarjet mund të marrë një rrugë tjetër nga ajo që është sot, sepse dim që palët ushtrojnë taktikën e tërheqjes litarit në një ushtrim force ku natyrisht interesat në lojë janë shumë të mëdha. Pra është një situatë ku partitë politike dhe faktorët me peshë të shtetit mundohen të fusin sa më shumë nga qëndrimi dhe nga interesat e tyre në një draft I cili parashikohet, paktën kjo shpresa dhe aspirata, ta ndryshojë faqen e sistemit tonë drejtësisë dhe dorës dhe të shoqërisë shqiptare më vonë si një efekt parsor I logjikshëm, pra I pritshëm. Pra kur këta faktorë përpiqen që në këtë draft të lënë një shenjë sa më të madhe për të marrë sa më shumë prej tij. Dhe politika ja doli sërish të grisë një marrëveshje, I referohem asaj që u arrit të premten edhe që do të mbikëqyrej dhe do të monitorohej nga dy ambasadorët e rëndësishëm, Lu dhe Vllautin këtu në Tiranë. Aq më tepër kujtohet deklaratën e fortë të ambasadorit amerikan kur tha që un kam direktivë dhe udhëzim të drejtë për drejtë nga Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti Amerikan I shtetit për këtë reformë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë të qeta derisa ky proces të përmbyllet apo jo. Mesazhi ndërkombëtar ka qenë shumë I fortë. Më së drejtë kjo që ju thoni, unë dua ta filloj pasi në pyetjen tuaj ka disa elementë, dua ta filloj përgjigjen time duke thënë fillimisht që do të ishte gabim që ky proces të konsiderohej si një atribut I vetëm I shqiptarëve në këtë pikë të zhvillimit ku ndodhet shoqëria jonë dhe shteti ynë. Pse e them këtë? Është një ndërmarrje shumë e madhe. Ju e keni parë draftin. Besoj I keni parë dhe I keni prekur me dorë dhe për masat e propozimeve dhe ndryshimet, modifikimet e thella që ato sjellin dhe shpesh dhe me një frymë përmbytëse në raport me situatën ku jemi, me statukon ku jemi, dhe është pikërisht kjo fryma dhe qëllimi parsor I reformës në drejtësi. Pra, që ta startoj nga e para makinën e drejtësisë duke e fikur atë fillimisht, nëse mund përdor një metaforë të tillë. Si e tillë, ky proces nuk mund të jetë shqiptar, vetëm dhe veç se shqiptar. Pra, nuk mund të ketë 100% vullnet politik dhe kontribute vetëm nga aktorë dhe institucione shqiptare. Ky është një proces I cili ka nisur në shkallë rajonale dhe që lidhet me një tjetër proces më të madh se ky. Pra, modifikohuni, pastrohuni që të vinin klubin ton. E thënë me fjalë të varfëra. Europa, në këtë rast me mbështetjen e fuqishme politike të Shtetet Bashkuara, I thot vendeve të Ballkanit me këto elita politike, me këto sisteme drejtësie, me këto institucione dobta dhe të korruptuara, të kalbëzuara nga korrupsioni endemik, nga paaftësia etj, ju nuk mund të vini në këtë klub. Nuk vini dot në klubin e të zhvilluarve me recka. Do të dilni, të ndryshoni rrobat,
bleni një kostum për të qenë dhe pastaj do hyni në derën kryesore ande nga hyjet për në Bruxelles. Është një proces që ne shohim se ka ndodhur prej vitesh para se Kroacia, ose më thënë, ishte në një farë mënyre letërnjoftimi pa deklaruar i Kroacisë për të hyrë në derën e BE-s, ashtu siç ishte edhe i Rumanisë, ku ka ndodhur zhvillime spektakolare në drejtim të vendosjes së shtetit të drejtës, zbatimit të ligjit, dënimit të korrupsionit dhe pastrimit të klasës politike, po edhe të elitave drejtuese, të biznesit, të sistemit juridik etj. Pra të gjithë spektrit të shoqërive. Është një proces i cili po na afrohet në mënyrë të pashmangshme. Hyri brenda logjikës tij edhe Serbia me ato 79 apo 80 arrestimet spektakolare që zhvilloi javët e fundit. Edhe Malizi është në të njëjtën logjikë. Edhe në Kosovë, për shkak të statusit ad hoc që ka ky vend dhe një rast sui generis edhe në diplomacinë ndërkombëtare ku të huajt kanë kompetenca të caktuara në drejtësi, në polici etj. Pra në juridik, ata vendosën një moment caktuar të largojnë një president i cili nuk ju duk, le ta themi, hapur. Kosova që në gjendje të bëj edhe akte të forta në moment caktuar, megjithse shoqëria kosovare ka gjithashtu probleme shumë të mëdha Tashmë topi lojës është në Shqipëri në lidhje me korrupsionin. Si çdo proces i cili më së fundi është përplasur edhe në Shqipëri, dhe kjo fillon që nga rënia e komunizmit që për së fundi ka ndodhur në vendin tonë, ashtu edhe pastrimi, ky pastrim i përgjithshëm nga themelet i shoqërisë dhe i klasës drejtuese të vendit do të ndodhë si një etap e fundit rajonale, si të thuash, në mënyrë metaforike, ne sërish do të kapim vagonin e fundit të trenit, si për shumë gjëra tjera, edhe për nënshkrim në MSA-s, edhe për statusin e tjere, edhe për hapjen e negociatave ashtu si do të ndodhi. Janë proceset cilat ndodhin në një logjik që e bëjnë edhe reformën drejtësi, krejt të futshme, si të thush, në këtë listë marrëveshjes dhe në të listë hapash që ne hedhim drejt integrimit tonë BE. Jemi në logjikën e momentit dhe në logjikën e asaj korsie të cilën ne kemi ndjekur në 25 vjet. Si e tillë reforma nuk mund të konsiderohet pra thjesht një krijesë nga hiçi, u zgjua dikush në bulevardin e Tiranës pa prit mas një ofiqar i lartë dhe Iran mend unë do bëj një reformë drejtësi. Kjo është një pasojë drejt për drejt e asaj që ndodh rreth nesh. Dhe meqense jemi tek mungesa e konsensusit për këtë reformë kaq të rëndësishme siç është reforma në drejtësi, nuk e dim se ç'do ndodh sot kur drafti i ekspertëve të shkojnë në komisionin e posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi, por ajo që dihet është që nuk do të kemi dy drafte, pra nuk do të kemi dhe një draft të opozitës, e cila nuk është dakord me këtë variant që kanë propozuar ekspertët, por vula do t'i vihet se çfarë do të dërgojnë apo ç'mendim do të jap sërish Komisioni i Venecias apo jo. Mbetet për të parë se çfarë skenarësh do të na rezervojnë forcat politike deri në momentin kur drafti niset drejt Venecias. Unë personalisht duke Pret surprizat të tjera? Unë personalisht natyrisht surprizat janë mbas qoshes, domethënë në këto orë nuk diskutohet, sepse mund të ketë një ndërhyrje të fuqishme diplomatike, po themi tek njëra nga palët ose tek të dyja bashkë, mund të ketë një demarsh siç që edhe ai pasdites i Ministrisë Drejtësisë për të gjetur modalitete dhe klauzola që të gjitha palët bëhen bashkë. Që të zhbllokojnë ngërçin e mënyrës votimit të institucioneve të reja që krijohen bazë të reformës në drejtësi, mund të ketë pra shumë zhvillime. Ajo që mua më vjen keq është se si ekskludohet mundësia e një opinioni alternativ të një pale e cila nuk bie dakord me palën tjetër, dhe mua kjo do më dukej mjaft e ndershme nga momenti kur ti nuk bie dakord me qeverinë dhe natyrshëm dhe qeveria nuk bie dakord me ty, atëherë paraqiteni në derën e gjyqtarit që është konsideruar dhe është marrë si i mirëqen nga të gjitha palët, pra në Komisionin e Venecias, trokitet secili me listën e tij të kërkesave dhe të modifikimeve dhe më pas le ta vendosin ata sepse ajo është një lojë e hapur dhe aty shanset janë 50-50. Unë do të doja të shihja një gjë të tillë më shumë se sa një ngërç, kur e vëm përballë një kolapsi, atëherë realisht mua do më duke e normale që një pjesë e spektrit politik me dëshirën e tij të refuzonte të përfaqësohej në draftin e ndryshimeve kushtetuese për reformën drejtësi.
Mua kjo nuk më duket as pak normale. Me këtë zhvillim në këtë pikë ku ne jemi deri sot, a mund të jetë si opsion ajo që është diskutuar gjatë gjithë javëve të fundit për një tryezë të liderëve kryesorë të politikës në vend, apo nga mënyra se si rodhin ngjarjet është e zauruar kjo gjë? Dëgjoj pandi, reforma në drejtësi, për mendimin tim, ka ndjekur një korsi e cila jo rastësisht mori atë formë që mori. Në pikpamje organizative, të infrastrukturës, të logjistikës, të mënyrës organizimit, të gjithë paneleve të ekspertëve që komunikonin me komisionin e posaçëm parlamentar. Nuk është një skemë e rastit. Është një skemë e cila unë i vi sërish ides fillestare asaj ndërhyrje dhe influencë dhe presioni pozitiv bashkisë ndërkombëtare në mënyrë që këtu të fillonte një reformë e thellë, gjithëpërfshirëse, pa hilera, pa subjektivizma dhe e mbajtur në një distancë të shëndetshme nga interesat e partive politike, të qeverisë dhe të opozitës. Si të thuash, këto panele ekspertësh kanë punuar me muaj në një univers paralel. Ju e keni vënë re. Politika shqiptare është sherrosur, janë ndjekur bunkere, kanë dalë palët në bulevard, janë bërë kërcënime, tjerë kanë ndodhur traumat shumëta gjatë vitit 2015, por ato panele ekspertësh kanë punuar me draftin e reformës. Sepse ishte menduar, dhe këtu nuk është sekret ta themi, partnerët ndërkombëtar menduan dhe vazhdojnë të mendojnë, me këto që ne po shohim dhe po dëgjojmë, që sa më larg politikës të mbahet kjo trup ekspertësh që do të merret me një materie kaq delikate, sa që është reforma në drejtësi, aq më mirë do të ishte për vetë reformën. Dhe mbyllej qarku në mënyrë virtuoze, mendoj unë, kur ti e negocion me ekspert dhe e dërgon sërish tek i njëjti arbitër që të gjithë e kanë pranuar që do të jetë i tillë dhe që do t'i vërvulën. Pra, e dërgon në Venecia dhe diskutohet, dhe nëse Venecia thotë që është okay, ajo merr natyrisht një votë e cila është ka rëndësinë dhe peshën e saj të padiskutueshme, e cila është politike më në fund. Por unë mendoj se në momentin kur ti e afron draftin ose procesin tek partitë politike, ne shohim këto skena që shohim. Njëra palë që ngrihet, pastaj që vjen, pastaj që ikën, pastaj që vjen prap, qeveria që kërkon të vetën, opozita që kërkon të vetën, ishte dhe mbetet ende shumë më e shëndetshme për procesin, që procesit ketë një formulim nga ekspert, një shqyrtim në themel dhe vendimarrje për sa i përket saktësisë së tij nga Komisioni i Venecias, dhe në bazë të faktit që Komisioni i Venecias është mirëpranuar nga të gjithë si vetmi gjykatës që do t'i vërvulën reformës, më vonë ai votohet nga politika. Nuk ka pse të ketë, mendoj unë, nuk ka pse të ketë asnjë ndjesi neglizhimi ose lënie pasdore ose nuk di se çfarë, ndonjë zili ose ndonjë hatërmbetje nga klasa jonë politike, sepse nuk u mor me këtë reformë, sepse ka dhe arsye, themi të drejtën, arsye etike, sepse klasa politike mund të merret, po edhe mund mos merret. Këtu do të bëj dhe një pyetje të fundit nga ajo që ti njeh nga peshorja e këtyre 25 viteve të politikës shqiptare. Mendon se është shumica apo pakica e politikës ajo që nuk e do këtë reformë drejtësi? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, duhet shohim se kush e kontrollon korporatën e drejtësisë deri më sot, të paktën segmentet e saj. Dhe unë këtu nuk kam asnjë vështirësi të them se për shkak të proceseve historike dhe që të zhvillimit të vendit në 25 vitet e fundit, rrugës ku ka shkelur Shqipëria dhe mënyrës se si janë zhvilluar ngjarjet në këtë vend, për shkak të ritmit, cilësisë dhe dimensioneve që ka marrë jeta politike, reformat që janë zbatuar, peripecit ku kemi kaluar, tunelet e errta ku kemi hyrë dhe prej nga kemi dalë, krizat e thella, pastaj ringritjet e tjerë, të gjitha këto, gjithë ky cirk ngjarjesh ka përcaktuar se edhe sistemi i drejtësisë, që është një pjesë substanciale e një shteti demokratik, nuk ishte i pavarur dhe i pa influencuar nga gjithë sa ndodhte dhe kryesisht nga jeta politike. Shikoni kush ka qeverisur më gjatë në Shqipëri, shikoni kush ka qeverisur në nivele më të larta në Shqipëri, dhe shikoni se kush ka qeverisur sidomos
në dekadën e parë, kur edhe drejtësia ka hedhur hapat e parë dhe kur është dashur të bëhen ndryshimet më të thella në pikpamje të stafeve, të trupave të gjyqtarëve, të prokurorëve, etj. Pra kur ra e gjithë ngrehina e komunizmit dhe kur ato zyra bosh u desh të mbusheshin me njerëz të rinj. Dhe në këtë sens, siç e thash në fillim, nuk kam vështirësi të them që e djatha ka shumë më tepër për të humbur, në thonjza po them, në pikpamje të aksesit dhe të influencës mbi sistemin gjyqësor dhe prokurorin, se sa e majta. Unë them që nuk është e rastit që dalim nga një 8 vjeçar qeverisje djathtë, ku vit pas viti OKB, Departamenti i Shtetit, Transparency International dhe 20 organizma të tjerë vinin në dukje se sa i krimbur ishte sistemi dhe kur nuk ndërmerreshin hapa substancial drejt sistemit. Dhe tani po të shohim njëra palë opozita e përtyp në mënyrë disi formale dhe pa shumë dëshirë, le të themi të drejtën, idenë e një përmbysje kaq të madhe saq e kërkojnë edhe të huajt në sistemin e drejtësisë. Dhe ta shohim konkretisht. KLD ka kryetar presidentin, i cili është kandiduar nga e djathta. Një pjesë e madhe e trupës gjyqtarëve ndër vite kanë treguar me rekordet e tyre se në afera shumë të nxehta dhe delikate që ndofta do të dëmtonin dhe ish qeverisit e shkuara, janë treguar më të kujdesshëm se ç'duhet. Prokurorët janë treguar gjithashtu më të kujdesshëm se ç'duhet. Me këtë unë nuk dua të them që Majtas nuk ka sektor të Majtas që kanë pasur dhe kanë akses në sistemin e drejtësisë, por nëse sot ne do të përpiqeshim të t'i vënim në një balancë, t'i vinim në një balancë, se cila nga palët do të humbte në pikpamje të aksesit në sistemin gjyqësor, unë do të thoja që nuk ka asnjë dyshim se nga do të anonte kjo balancë. Gjithsesi zhvillimet tjera na presin deri në miratimin e saj. Unë falenderoj për opinionin që ndave me ne për këto zhvillime të fundit. Faleminderit.